me shantazhu pakicat, me përdojë mosh, LDK-ja mosh nuk bëhet. Okej, ta pyes zotin Maliqi dhe ta dëgjojmë zotin Maliqi. A është dashur që Abdigjiku të luajnë më ndryshe në këtë moment kur ndoshta edhe Kurti e ka pasur ftesën me hile, por ta kthej situatën më ndryshe edhe ta krijoj një momentum të ri politik në një ballafaqim direkt me të se kemi parë ballafaqim edhe debat nuk pati ndërmjet kandidatëve për kryeministër, ndoshta do të ishte një situatë më ndryshe. Ta çpjet, pse jo? Abdigjiku në këto zgjedhje ka dalë humbës. Edhe pse e ka rrit votën, po ka dalë humbës se nuk e ka kthy elektoratin që e kanë pas hup në gati 100.000 vota në zgjedhjet e kaluara. Edhe këja për s'dyti. Edhe pse dorën zemrat e elektorat ai Abdigjiku se kishte humbur, po nuk shoh situatën kështu si tepër dramatike në kuptimin se kjo demokracia jonë është e re. Hala se s'ka hyrë moshën ballore. Duhet të bëhet atë të po nuk vjen llogaris ato zgjedhjet e para ka qenë kur OSB-ja organizoi kanë qenë kështu si trajnim. Nëse numërojnë nga me afate të shkurtë. Zeni, nëse partit nuk kem asnjëna nuk është e konsoliduar. Ky zotni u tha s'ka me me bisedu të PDK-ja, edhe nëse e kishin bërë koalicion. Po numrat i detyrojnë me bisedu. Ata që jenë. Unë nuk pesho se por veç e këtë asë hipotezë se nuk pashë nuk e di politikën ose nuk ka qëndrime që s'mundet mëse bisedu me ta. Ai ka qenë maj qeti, maj normalin në këto në fushat. Absolutisht. Tjetër sen është vlerësimia, pëlqena mundet dikon ajo Kusari thoshte aja nuk është reformu, ajo është të parti e vjetër, janë qëndrime propagandistike. Pushteti i vjetër i keq, neve jemi të mirë, neve jemi revolucion, ajo kur gjos bot. Çka keni bot tjetëri? Edhe këta janë sabi, prapë është një farë adolescence, soshtrita, as mos vendosja. Është lëvizje. Është si DDK-ja që ka qenë 90-teve. Edhe lëvizje dhe parti. Kur u bëjke konkurenca, theke neve lëvizje. Me popullë është me neve. Kur ju dashke me u paraqit si parti, theke jo, neve parti, ju bëni partin tjetër ati, kur kishte kësi par konkurenta, si qose e këta që dëshin me marrë leadershipin e bikombin, babalarët. Babalarët e kombin, beteja. Edhe babë për e qujnë. Kjo është mendësia e njajtë është. Vetë pëndronë pak dekori e dishka. Edhe deputetet e të gjitha partive paka shumë ka të menë që më pregaditur në dishka, edhe ka kësi nuk di që është ka dhe kësi libero të tjerë të cilë të... Ose të interesit shumë ka. Po, mos ndoshta Kurti është duke tentuar zoti Maliqi ti ezauroj gjitha mundësit edhe më në fund të drejtohet Partisë Demokratike? Kjo, do më thënë, procesi është i tillë. Rezultati është ky që është, përgjithësia gjithmonë është e sovrani. Ti më thënë, ata i kanë gjetë njerëz, po mirë po, megjithatë ligjërisht edhe këtë, ata qëta deputet, edhe këto struktura partijake duhen me këshirë. A dënë me që edhe njerës gjithë që rezultati mund të qenë pak ashtu. Unë e përmendoj se këty dy partite mëdha të opozitës janë të interesume me alon që shtu edhe një qeverit se dopt me që s'po mundën as më zveti më marrë vesh, dhe të ka e kam brenda një farë vlimi. Po, ka një... Nuk me dim sa është serioze, po është... Edhe kjo ka pengu. Në Abdigjikut, po. Sigurisht se ka pengu. Situatës brendshme. Se ka brenda. Kjo periode gati një muj ka qenë heshtje, po shumë ka pas në përkollare, biseda sene. Por që si kanë provu të gjitha variantët, edhe ka një krah i LDK-s që ka qenë me hy opozita në loj, po numrat nuk ishin të mjaftuar. Nuk ishin të mjaftuar, ose mundën letë më rënu. Kështu që nuk ka pjekuri të partit politike, se ato nuk jenë konstitume si parti. Të vendosja një farë hierarkia të vetëm lideri më duke të mendon.
Te vendosi vetëm lideri duket që mendon? Ai vetëm mendon. Po i kemi edhe shumë figura